Xhamia e re në lagjen Topan të Shkupit pritet të hapet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ndërtimi i saj thuajse ka përfunduar plotësisht. Xhamia do të ketë 2 minare me lartësi prej 48 metrash dhe 12 kupola. Ajo është ndërtuar në bashkëpunim mes Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut dhe Dianetit të Turqisë. Ndërtimi i xhamisë ka filluar në vitin 2017 dhe ajo do të ketë kapacitet për rreth 2.000 besimtar. Hapësira e brendshme është 400 metra katror, ndërsa sipërfaqja totale e kompleksit arrin 10.000 metra katror. Kompleksi do të përfshijë gjithashtu një sallë konferencash, shkollë për Kuranin, bibliotekë, dhoma seminaresh, kafene dhe dyqane. O Allah, Ti që je i gjithëdijshmi dhe i mëshirshmi, na jep durim në sprova dhe dritë në rrugën tonë. Mos na e mbyll derën e shpresës, edhe kur rrugët na duken të vështira.